Nderuar kolegë, qasja ime në raport me ndryshimet që sillen sot kodin penal është publike. Unë kam qenë dhe jam që Shqipëria do duhet ketë një kod të ri penal, sepse kam përshtypjen që kjo që po ndërhyjmë sot duhet të jetë radha e 37 që ndërhyjmë kodin penal. Kështu që thon kjo, unë mendoj se jemi në rrugën e duhur që sipas angazhimeve që kemi marrë, ne të kemi një kod të ri penal. Nga ana tjetër, ne tashmë jemi ulur në negociata me Bashkimin Evropian, kemi hapur të 6 shtyllat për të 36 kapitujt, dhe shtylla më e rëndësishme është shtylla e parë që ka të bëjë me grup themelorët, që ka të bëjë me shtetin e së drejtës, sundimin e ligjit, të drejtat dhe liritë e qytetarëve, rendje, siguria publike e kështu me radhë. Ka një dokument kornizë tashmë, mbi bazën e cilit ne po negocojmë për grup themelorët, të miratuara nga shteti shqiptar dhe të dakordsuara me Komisionin Evropian. Asgjë nuk ndodh sa i takon ndryshimeve në legjislacionin tonë të brendshëm për ato që ne kemi dakordsuar me Komisionin Evropian. Kush janë dokumentet kornizë? Reform Agenda, udhërfysi i shtetit së drejtës, udhërfysi për funksionimin e institucioneve demokratike dhe progres raportet e vazhdueshme të Bashkimit Evropian në raport me Shqipërinë. Tashmë këto dokumenta janë përkthyer në detyra për qeverinë shqiptare dhe për institucionet shqiptare, dhe në kuadrin e negociatave që po zhvillojmë me Bashkimin Evropian sa i takon grup themelorëve, është edhe reflektimi i 7 direktivave të Bashkimit Evropian në draftin, në kodin penal ekzistues. Prandaj, këto shtesa dhe ndryshime që ne paraqesim sot, sigurisht që nuk janë një akt i zakonshëm legjislativ, sepse kodi penal kërkon 84 vota. Janë një hap i domosdoshëm dhe strategjik procesin e harmonizimit të legjislacionit shqiptar me akin e BE-s dhe lidhet drejt për së drejti me përmbushjen e detyrimeve tona në kuadër të kapitullit 24 të negociatave, drejtësia, liria dhe siguria. Sigurisht që në fushën penale përafrimi me standardet nuk është thjesht një kërkesë teknike e procesit të integrimit, por mbi gjitha është një domosdoshmëri për të garantuar siguri juridike, mbrojtje efektive të drejtave themelore dhe një sistem penal më të besueshëm dhe më efikas përballë kriminalitetit modern. Këto ndryshime synojnë përafrimin e plot me në legjislacionin ton penal të 7 instrumentave kyçe të Bashkimit Evropian, të cilat përbëjnë boshtin e politikës penale evropiane në luftën kundër krimit organizuar, pastrimit parave, trafikimit qenieve njerëzore, terrorizmit dhe krimeve seksuale dhe veçanërisht ndaj fëmijëve. Në mënyrë të veçantë, ndryshimet e propozuara forcojnë kuadrin penal kundër pastrimit parave, duke saktësuar elementet e veprës penale, duke lehtësuar provën e origjinës kriminale të pasurisë dhe duke e bërë më efektive konfiskimin e produkteve të veprës penale. Kjo ndërhyrje është në përputhje të plot me direktivat më të fundit të Bashkimit Evropian dhe synon të mbyll hapësirat që deri më sot janë shfrytzuar nga kriminaliteti financiar. Po ashtu projekti zgjeron dhe përforcon ndjeshëm luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, mbrojtja e fëmijëve forcohet më tej, duke parashikuar dënime më të rënda për format e rënda të trafikimit që cënojnë jetën dhe shëndetin e tyre. Një shtyllë kryesore e këtij projektligji është modernizimi dhe ashpërsimi i veprave penale me natyrë seksuale, veçanërisht ndaj të miturve. Po ashtu forcohet kuadri penal kundër terrorizmit, duke kriminalizuar jo vetëm aktet terroriste, por edhe veprat përgatitore dhe mbështetëse si rekrutimi, trajnimi, financimi, provokimi publik dhe udhëtimi për qëllime terroriste. Zgjerohet juridiksioni penal i Republikës Shqipërisë edhe për vepra penale të kryera jashtë territorit të saj, duke reflektuar realitetin e kriminalitetit transnacional. Ky projekt ligj nuk kufizohet vetëm në parafrimin formal me standardet evropiane, por ai adreson drejt për drejt edhe disa problematika konkrete që kanë cënuar interesin publik dhe sigurinë e qytetarëve shqiptar në praktik. Në këtë kuadër forcohet ndjeshëm trajtimi penal i zonjës së paligjshme të tokës dhe ndërtimeve pale, zaptimi i pronës tjetër. Veçanërisht këto kryen për qëllime përfitimi ekonomik në zonat mbrojtura, në objekte të trashëgimisë kulturore apo nga persona që ushtrojnë funksione publike.
Ky është një mesazh i qartë se abuzimi me territorin dhe pronën publike, kur ai kryhet nga persona të veshur me funksione publike, nuk do të tolerohet, por do të ndëshkohet ashpër edhe nëpërmjet masave penale. Po ashtu gjithashtu ashpërsohen ndëshkimet për zjarbonin në pyje, në mjedise natyrore, sidomos kur këto vepra penale kryen në kushte që rrisin rrezikun për jetën, pronën dhe mjedisin, apo me qëllim ndryshimin e destinacionit tokës. Dhe më lejoni të them një risi të këtyre ndryshime në kodin penal. Nëse një sipërfaqe toke apo pyjore digjet me qëllime përfitimi ekonomik për ta shndruar atë pronë në territor ndërtimi, në këtë kod penal ka një parashikim që shkon deri në 30 vjet, ajo pronë nuk mund të ndryshohet destinacioni për qëllime ndërtimi. Deri kur vetë natyra ta rikthej në gjendjen e mëpërpashme. Kemi patur kështu raste dhe mos bëjmë sikur s'ka patur. Dhe s'kemi pse kujtohemi për zjarret vetëm kur ndodhin në verë, por reflektimi sot i këtyre ndryshimeve në kodin penal dhe marrja në mbrojtje e natyrës dhe mjedisit, edhe karshi këtyre fenomeneve të qëllimshme, se nuk po flasim për ata që janë katastrofë natyrore, është shenjë reflektimit dhe e seriozitetit kësaj magjorance. Por një element thelbësor me rëndësi demokratike që lidhet edhe me mbrojtjen e gazetarëve dhe lirinë e medias. Kur e thash që kemi një dokument kuadër që është udhërëfysi për funksionimin e institucioneve demokratike, kemi marrë shumë angazhime aty sa i takon lirisë fjalës. Tani është një hap që duhet përshëndetur ndryshimet që sillen sot për dekriminalizimin e shpifjes për profesionistët e gazetarisë, jo profesionistët e shpifjes. Dhe pati një shqetësim këtu se nuk kemi një status gazetarëve dhe dihet publikisht se në gjithë Europën dhe në gjithë botën gazetarët nuk mund të regjistrohen. Nuk po kërkon kush të regjistroj gazetarët, fare. Jo, nuk po kërkon kërkush të regjistroj gazetarët. Gazetarët të merren me lajmin, me të vërtetën dhe nuk kam se shqetësohen fare çfarë ka kodi penal apo çfarë ka ligji. Po, profesionistët e shpifjes do duhet shqetësohen. Sepse nuk ka ligj që e mbron profesionistin që shpif dhe që cënon nderin dhe dinjitetin e tjetrit. Dhe në këtë vend këtu, unë nuk di këtu tankohen se mungon fjala e lirë, se vetëm këtë vend që shqyn 4 anët nuk mungon fjala e lirë. Po, 800 portale, shpifësish profesionist, sigurisht duhet përballen me forcën e ligjit. Tani ka një lajm mirë për gazetarët. Sigurisht se kjo shkon në harmoni, është një hap i parë dekriminalizimi i shpifjes për gazetarët, por sigurisht nuk mbaron këtu. Në kuadrin e reforma agjendës, ne kemi marrë përsipër të hartojmë një ligj për padit antislap. Angazhim që e kemi marrë për ta përmbushur zonja tabaku deri në mes të vitit 2027. Dhe ndërkohë që për vetë vendet e BE-s, adoptimi i ligjit antislap është 7 maj i vitit 2026. Dhe sot që flasim, Shqipëria në muajin shtator të vitit 2025 ka dorëzuar në Komisionin Evropian tabelat e përputhshmërisë sa i takon ligjit antislap. Dhe jemi avangard në këtë drejtim, edhe pse angazhimin e kemi për në mes të vitit 2027. Janë masa që shkojnë në harmoni me njëra tjetrën, që majnë në mbrojtje lirinë e fjalës, të medias, gazetarët, por dhe sigurojnë mbrojtje efektive për këtë profesion fistik dhe të nderuar që ka të bëjë me fjalën e lirë. Absolutisht. Pa mediat, pa gazetarët e lirë, pa fjalën e lirë, pa ata që thonë të vërtetën, sigurisht gjithçka që bën politika do të kishte ngelur brenda kësaj salle. Është merite atyre që na përcjellin tek opinioni publik. Por duhet na përcjellin tek opinioni publik me të vërtetat që kemi, dhe jo me ato që nuk kemi. Tani është debat i lirë këtu kush e merr flamurin e dekriminalizimit shpifjes. Zonja Tabaku bëri një nismë e cila kërkonte të dekriminalizoheshte plotësisht fyrja edhe shpifja. Pra të hiqeshin nga kodi penal edhe fyrja edhe shpifja. Pra kërkonte dekriminalizimin e plot. Ndërkohë që kishte bërë një propozim edhe sa i takon sigurisë së jetës gazetarëve, jo BE-ja në fakt, tani këtu ke BE-ja ndaloni pak, se jemi në negociata me Bashkimin Evropian. Kemi hapur negociatat dhe kur ministri i drejtësisë thot këtu që ky ndryshim që propozohet sot në kodin penal, për sa i takon dekriminalizimit të shpifjes, është rakorduar me Komisionin Evropian, unë jam i prirur t'i besoj ministrit tim drejtësisë që është
mbaroj fjalën. Qëndrimin tuaj, dhe unë nuk ju kritikoj për qëndrimin që keni, por ama sot ne çdo gjë e kemi të kornizuar brenda këtyre dokumentave, të cilat jemi të detyruar t'i respektojmë edhe në afatet që kemi marrë përsipër. Kështu që këto kam për kodin penal. Do kisha dash të flas më gjatë sepse sigurisht është ligj i cilësuar dhe kërkon 84 vota për të votuar. Unë do t'ju ftoja të bashkoheni me ne nëse jeni për integrimin. Faleminderit zoti Manja. Pjesët tjera t'i lëm jashtë kësaj salle. Faleminderit. Zoti Bardhi, zoti Njatabaku, procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt Ulsi bën gabim që i beson Ministri i Drejtësisë dhe kur ju referova kolegëve që kanë votuar pa ditë çka kanë votuar, një prej tyre besoi edhe ti, sepse sapo thej një gjë që e tham dhe ne, që legjislacioni shqiptar nuk rregullon regjistrimin e gazetarëve. Ndërkohë që dispozita që ke votuar ti në Komisionin e Ligjeve dhe që ke sjell për votim në seancë plenare, thotë që të përfitosh nga përjashtimi i kësaj shtese që është bërë në ligj, do duhet jesh një gazetar i punësuar ose i vetë punësuar, i regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Tani nëse ti më gjen, kush është legjislacioni në fuqi që rregullon regjistrimin e gazetarëve, ne po të rriqemi nga komenti, po zotrote vete pranove që jo vetëm Shqipëria, po as një vend i Bashkimit Evropian nuk ka një ligj që rregullon profesionin e gazetarit, sepse është një profesion i vetë rregulluar, pa një kuadër normativ që e sankcionon apo e rregullon atë. Prandaj, kur të vini këtu për të ngritur kartonin, apo ku i ngrini ato në Komisionin e Ligjeve, lexojeni çfarë votoni, se keni votuar ju dhe na keni sjell edhe këtu në seancë për të votuar një ligj që në fakt është po i njëjti sepse nuk rregullon asgjë, sa kohë nuk ka legjislacion në fuqi që njeh dhe regjistron gazetarët në Republikën e Shqipërisë. Zoti Manja. Zoti Bardhi, me thënë drejtën, unë nuk bëj pjesë tek ato deputet që votoj ligje të rëndësishme pa i lexuar. Madje po të them që lexoj me vëmendje çdo relacion edhe për një projekt ligj që nuk ka të bëjë fare me fushën e Komisionit Ligjeve dhe Administratës Publike. Tani ne sot bëjmë ndryshime në kodin penal dhe po ta lexosh me vëmendje dispozitën, çdo ndryshim që do të bëhet pas këtyre ndryshimeve në kodin penal do t'i referohet sa i takon masave penale këtij ndryshimi që do të votojmë ne sot. Ne nuk u kërkojmë gazetarëve të miratojnë ligje vetë rregulluese apo ligjin e statusit gazetarëve. Është çështja e atyre, të lutem. Ata le të bëjnë çfarë duan me profesionin e tyre. Kodi penal thot, një gazetar i punësuar ose i vetë punësuar dhe i njohur si i tillë në përputhje me i regjistruar dhe i njohur si i tillë në përputhje me legjislacionin fuqi. Çka do të thotë? Nëse nesër ky profesion do ta ndjej nevojën të vetë rregullohet, siç duan ata ta vetë rregullojnë profesionin e tyre, do duhet t'i referohen këtyre ndryshimeve që ka kodi penal. Të lutem, ky është merre lexohet dispozitën, po sigurisht se shpifësit nuk regjistrohen, zoti Bardhi. Dakor? Jo shpifësit, po flasim për shpifësit, jo për gazetarët.